إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, padyshim atij takojnë të gjitha lavdërimet, falënderimi, mirënjohja, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, tek ai kërkojmë strehim dhe mbrojtje, vetëm atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe jemi të bindur se atë që Allah subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari, i ndriçuari, i sigurti në rrugën drejt Allahut Azza wa Jall. Dhe askush nuk mund ta devijojë dhe të largojë prej saj. Ndërsa atë që Allah subhanahu wa taala për shkak të gjunafeve të robit dhe për urtësinë e Zotit subhanahu wa taala dhe diturinë e tij absolute e ka lënë në humbje. Ai është i humburi dhe askush nuk mund ta sjellë në rrugë të drejtë përveç se Zoti xheleshanu. Me pendim të sinqert nga robi dhe kthim vërtet të pastër dhe të vërtet tek Allahu Azza wa Jall. Profeti sallallahu alaihi wasallam i kushtonte rëndësi të madhe edukimit të sahabëve, shokëve të tij, popullit të tij, umetit të tij. Dhe i edukonte me ato lloj fjalësh dhe veprash, të cilat do të ishin ndihmë dhe mbështetje për ta në udhëtimin dhe rrugëtimin e tyre të vështirë në këtë dynja. Po, rrugëtimi i dynjas është i vështirë. Është i mbushur me sprova, me vështirësi, me bela, me brenga dhe ankthe që e shoqërojnë njeriu vazhdimisht. Dhe një nga lutjet më të rëndësishme që profeti sallallahu alaihi wasallam ka nxitur që të mësohet dhe të praktikohet, madje sikur se tha në fund të këtij hadithi që do të flasim sot, është detyrë për atë që e dëgjon ta mësojë atë. Është detyrë për atë që e dëgjon ta mësojë atë. Pra në këtë lutje, profeti sallallahu alaihi wasallam i tregon umetit e tij një mënyrë se si ata t'ia lehtësojnë vetes së tyre brengat e kësaj dynjaje. Ankthet që i shoqërojnë në rrugëtimin e tyre të gjatë në këtë dynja. Dhe padyshim jeta e njerëzve është e mbushur me të tilla, me sprova, vështirësi dhe frikra të ndryshme. Jetën e njeriut ka qaste kur fjala rëndohet, fryma ngushtohet dhe zemra mbushet me një peshë të padukshme, por shumë reale. Janë qaste kur mendja lodhet nga pasiguria për të ardhmen, kur frika nga humbja, varfëria, sëmundja, apo vetmia e shtrëngon shpirtin, kur pendimi për të shkuarën dhe ankthi për të nesërmen e coptojnë qetësinë e brendshme. Brenga lind shpesh nga pritshmëri të paralizuara, nga padrejtësi të shumta të përjetuara në të shkuarën, nga dështime që peshojnë fort në ndërgjegjen e njeriut, dështime në jetën e kësaj dynjaje, në qëllime që vendos njeriu, në planet që bën për jetën e tij. Kto e mbushin veten ose mbushin shpirtin me brenga dhe ankthe, me trishtime dhe dëshpërime. Pra, edhe nëse s'ka asgjë nga këto që përmbajnë pak më sipër, shpeshherë e pushton njeriu një ndjenjë zbraztie shpirtërore, një boshllëk në shpirt. Dhe kjo e mbush atë pra me frikë, me pasiguri. Atë që njerëzit e quajnë sot ankth, frikë të pashpjegueshme. Dhe në fakt kjo i ndodh çdo kujt, sepse jeta e dynjas e tillë është, e mbushur me të tilla, përveç faktit që ka shkaqe të shumta që e çojnë njeriu të mbushë me të tilla ndjenja dhe me të tilla vështirësi. Megjithatë, brenga dhe pikëllimi nuk janë shenja dobësie vëllezërit e mi. Pra, le ta kuptojmë që edhe këto brenga që na shoqërojnë jetën e kësaj dynjaje, këto ankthe dhe frika, ndoshta shpesh edhe të pashpjegueshme, nuk është se është shenjë dobësie. Çdo kujt mund të ndodhë, jeta e dynjas është e mbushur me të tilla. E ka caktuar Zoti subhanahu wa taala që në dynja njeriu të mos ndjejë rahat. Edhe nëse ka të përmbushura të gjitha qëllimet materiale, financiare apo pasurore, nuk ka për ndjerë rahat asnjëherë.
Ky është rregulli i vendosur nga Zoti xhalesha. Pra, fillimisht le ta ambientohemi me këtë rregull dhe ta kuptojmë se është pjesë e zgjidhjes. Alhamdulillah. Këto brenga dhe pikëllime janë dëshmi e natyrës njerëzore dhe një zemre që ndjen akoma. Nuk ka njeri që të mos i ketë provuar, sepse jeta vetë është sprove vazhdueshme mes shpresës dhe frikës. Ajo që dallon besimtarin në gjithë të mesele o vëllezërit e mi, nuk është mungesa e dhimbjes dhe ankthjes, sepse edhe ai përjeton të tilla probleme. Por mënyra se si përballet besimtari me to. Dhe rruga që zgjedh ai për shërimin e tyre dhe për largimin ose zbutjen e tyre. A do të mbetet robi i shqetësimit apo do ta kthej brengën në urë lidhje me Zotin subhanahu wa taala, duke e kërkuar qetësinë aty ku duhet, tek burimi, tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse ja del mban kësaj, elhamdulillah ka arritur shumë. Ja këtu synon ky hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, edukatori të mëshirshëm, ai i cili jep besimtarëve dhe besimtarëve zgjidhje për çdo lloj plagësh që i shoqërojnë vazhdimisht në jetën e tyre. Profeti pra sallallahu alaihi wasallam na la një fjalë që nuk është thjesht një lutje, por është hartë shpëtimi për zemrën e lodhur. Një fjalë që nëse shqiptohet me vetdi o vëllezërit e mi, duke medituar në të, e riorienton shpirtin për të shpëtuar nga ankthi, drejt sigurisë, dhe nga tronditja drejt qetësisë dhe prehjes. Për një jetë normale deri në kohën kur e ka caktuar Zoti që largohemi prej kësaj dynjaje. Cili është ky hadith? Nga Abdullah ibn Mas'udi, përcillet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka asnjë njeri të cilin ta godas ndonjëherë në një breng apo pikëllim, dhe pastaj të thotë: o Allah, unë jam robi yt, biri i robit tënd, biri i robreshës tënde. Balli im është në dorën tënde. Vendimi yt mbi mua është i zbatuar dhe i pashmangshëm. Dhe gjykimi yt mbi mua është i drejtë. Të lutem me çdo emër që është i yti, me të cilin e ke quajtur veten, ose që ja ke mësuar dikujt për krijesave të tua, ose që e ke zbritur në librin tënd, ose që ke ruajtur vetëm për veten tënde në dijen e fshehtësisë, që ta bësh Kur'anin pranverën e zemrës time, dritën e kraharorit tim, shuarjen e pikëllimit tim dhe largimin e brengës time. Vetë se Allahu ja largon brengën dhe pikëllimin dhe ja zvendëson ato me gëzim ose lehtësim. Njerëzit thanë: o dërguari i Allahut, a duhet ta mësojmë këtë lutje? Ai tha: patjetër. Çdo kush që e dëgjon duhet ta mësoj. Çdo kush që e dëgjon duhet ta mësoj këtë lutje. Ky është hadithi që do të flasim sot vëllezërit e mi. Një lutje madhështore që duhet ta kemi të përditshme, besoj, në nevojat dhe në ankthet që na shoqërojnë vëllezërit e mi. Elus Allahun t'i shërojë ato zemrat të mura, ata shpirta të rënduar që janë në përsprova dhe vështirësi. Elus Allahun që ta bëj Kur'anin pranver të zemrave tona dhe dritë të krahorëve tanë. Të na udhëzojë Madhi Zot që ta gjejmë prehjen dhe qetësinë me librin e Tij, në lidhjen që kemi me të, në adhurimet që përkushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahun na drejtojë dhe udhëzojë drejt saj. Qëndrojmë me kujdes në secilin prej fjalëve të hadithit, duke shpesuar përfitojmë nga udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Së pari, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: ma min abdin, nuk ka asnjë njeri të cilin ta godas ndonjëherë breng apo pikëllim. Kjo fjalë është formuluar me një përgjithshmëri të qëllimshme dhe gjithëpërfshirëse. Me kujdes dëgjoni vëllezërit e mi. Ai nuk i drejtohet një grupi të caktuar njerëzish, as një kategori të veçantë besimtarësh, por përfshin çdo njeri pa përjashtim. Çdo njeri. Dhe abd është çdo njeri. Krijesa e Allahut, të gjithë i kap kjo gjë. Dhe kjo është një portë e madhe daveti, që t'u japim njerëzve ta kuptojnë dhe të lidhim zemrat e tyre me Allahun subhanahu wa taala. T'u japim të kuptojnë që zgjidhjet e jetës së tyre nuk bëhen gjithmonë vetëm me lek ose me të kërcitur të gishtave. Bëhen me një lidhje të sinqertë me Allahun subhanahu wa taala. Bëhen me një lidhje të sinqertë dhe të kujdesshme me librin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse lexojnë këtë lutje dhe i futen kësaj, mbas e gjejnë udhëzimin dhe dritën. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për besimtarët, për të gjithë. Ma min abdin, nuk ka ndonjë, është gjithëpërfshirëse kjo fjalë. Pra, përfshin çdo njeri pa përjashtim. Të fortin dhe të dobtin,
dietarin dhe të paditurin, të pasurin dhe të varfrin. Madje edhe ata që duken të qetë nga jashtë, kanë nevojë, edhe ata do të kaplohen zemrat e tyre me ankthe të ndryshme. Mbase mund nuk e shfaqin, po kanë nevojë për të udhëzim. Po ashtu hadithi nuk e kufizon edhe brengën në një shkap apo formë të vetme. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për një breng të caktuar. Përkundazi përfshin çdo lloj ankthi dhe pikëllimi. Qofshin ato shqetësime të zemrës, frikra të mendjes, dhimbje emocionale, humbje materiale, sprova shëndetësore, vështirësi familjare, padrejtësi shoqërore apo zbrasti shpirtërore që nuk ka emër. Zbrasti dhe ankthi pa kuptueshëm. I përfshin të gjitha hadithi. Pra, na e profeti sallallahu alaihi wasallam një shërim gjithë përfshirës. Nuk ka asgjë që del nga kjo. Nuk ka ndonjë shkak dëshpërimi në këtë dynjë që nuk përfshihet në këtë hadith dhe në këtë lutje. Nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo përgjithshmëri tregon se Islami nuk e sheh brengën si përjashtim apo devijim, por si pjesë e natyrës njerëzore dhe të sprovës së jetës. Prandaj hadithi nuk kërkon që me patjetër brenga të jetë e madhe ta përdorësh këtë lutje. Jo, vallahi. Edhe e vogël në dukje. Sa herë që të kap një breng, sepse profeti tha, çdo lloj brenge. Nuk ka nevojë vetëm ta rezervojmë për brengat e mëdha. Këtë lloj ilaçi ta përdorim vetëm për ato brengat e mëdha, shumë të mëdha. Jo, çdo lloj brenge. Mos e lër pa përdorur. Vallahi ke për t'ia gjetur hajrin. Elus Allahu subhanahu wa taala na ndihmoj ta përdorim. Fillojmë me pjesën e parë të hadithit. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Zgjidhja fillon pra tek kuptimi i realitetit të jetës së kësaj bote, vëllezër e mi. Të kuptosh rolin tënd në këtë dynja, pozicionin tënd në këtë gjithësi. Jemi robër të Allahut, krijesa të Tij. Prandaj dhe thotë që në fillim, Allahumma, o Zot, unë jam robi yt. I biri i robit tënd. I biri robreshës tënda. Babai dhe nëna ime janë robër të tu. Edhe para arsit të gjithë, nga fillimi deri në fund, të gjithë janë robër të Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo nuk është vetëm për ulje. Unë jam robi yt, biri i robit tënd dhe biri i robreshës tënde. Kjo nuk është vetëm për ulje, por është çlirim o vëllezër e mi. Njeriu pushon së luftuar i realitetin kur pranon se nuk është Zoti vetes. Si e Zoti vetes vllai? Ne jemi robër krijesa të Allahut xhaleshanu. Rregullat e jetës i ka vendosur Zoti xhaleshanu, krijuesi ynë. Dhe ai ka vendosur që të ndodhë apo mos ndodhë një fatkeqësi. Dhe gjithçka ka përcaktuar Zoti subhanahu wa taala. Pra, fiksoje dhe pranoje pozicionin tënd. Shumë brenga lindin nga përplasja mes dëshirës sonë për kontroll dhe fakti se kontrolli i vërtet nuk është në duart tona. Njeriu kërkon që çdo gjë ta ketë në kontrollin e tij. Prandaj dhe brengoset. Mendon se gjërat i ka në dorë. Prandaj dhe gjen që do të mbledh pasuri të madhe, sepse janë nëse sëmuren, thot. Edhe mendon një shkreti se sëmundjet mund t'i dalë ballë duke pasur pasuri dhe mbledh. Mendon se ka kontrollin në dorë. Fiksoje vllai. Ti je robi i Allahut. Pranoje këtë fakt. Inni abduk, jam robi yt. Jam krijesë. Jetoj sipas rregullave të Allahut, jo rregullave të mia. Rregullat e mia s'kan asnjë lloj vlere. Unë jam robi i Allahut subhanahu wa taala. Ky është hapi i parë drejt qetësimit të shpirtit dhe ta kuptosh pozicionin ku je. Kur robi e pranon robërinë e tij, ai nuk humbet vlerë. Përkundrazi ai gjen vendin e tij të saktë në botë. Pra fjala unë jam robi yt deri në fund është thelb, pra në thelb është një shpallje e varfërisë absolute dhe varësisë së plotë ndaj Allahut xhaleshanu. Ai pranon se njeriu nuk zotëron as ekzistencën e vet, as jetën, as frymën, as mbijetesën, por është i varur në çdo çast nga kujdesi, mbrojtja dhe mëshira e Zotit xhaleshanu. Çdo rahje zemre, çdo hap, çdo ardhmë dhe çdo shpëtim është dhuratë, jo e drejtë e fituar nga ana jote. Është Zoti që vendos për ty vllai im. Fiksoje dhe vulose këtë çështje në shpirtin dhe zemrën tënde. Kur njeriu e kupton këtë realitet, ai pushon së mbajtur mbi supe barrën e rreme, mashtruese të vetmjaftueshmërisë. Nuk je vetmjaftueshëm. Vallahi si je vetmjaftueshëm. Asnjë çast. Një frymarrje nuk e merr dot. Nëse nuk do Zoti yt subhanahu wa taala. Fiksoje këtë varësi ndaj Allahut xhaleshanu. Prandaj e dorëzon ankthin që lind nga iluzioni i kontrollit. Ti ke iluzionin se kontrollon gjithçka, heqe këtë iluzion. S'është në dorën tënde. Por kjo fjali nuk dalet vetëm te varfëria e njeriut. Ajo lidh drejt për drejt me kuptimin e robërisë si detyrë dhe qëllimi i krijimit.
Pra, fillimisht pranuam që jemi robër të Allahut, ai na ka krijuar, dhe ana tjetër që jemi të abd, adhuruesi i Allahut, është i domosdoshëm. Pra, ti je robi i Allahut, do të thotë ta adhurosh atë në çdo gjendje. Në rahati, në vështirësi, në gëzim, në pikëllim, në dhënie dhe privim, sepse adhurimi nuk është reagim ndaj rrethanave, por përmbushje e misionit për cilin je krijuar. Atëherë hapi dytë, pasi njohë që je krijesë e Allahut, ke detyrë të adhurosh Allahun. Të ka krijuar Zoti xheleshanu që ta adhurosh atë. Kërkon të falësh namazin atij, ta agjërosh Ramazanin, të japësh zakatin, të kryesh haxhin dhe umren, të mbash drejtësinë, të kujdesesh për familjen, të kërkosh riskun halal, të jetosh brenda halalit, larg haramit. Kaq është. Ishe mirë, i pasur, i shëndetshëm, optimist dhe me vullnet. Ishe i varfër, i dobët, i sëmur, me vullnet të rënuar, me ankth dhe brenga, nuk ka rëndësi këto. Kjo është thjesht sprovë radhës, ti duhet të adhurosh Allahun. Ky është qëllimi pse jeton në këtë dynja. Pra duhet të jesh i durueshëm në jetën e kësaj dynjaje. Kjo robëri nuk e ul dinjitetin e njeriut, por e vendos atë në pozicionin e tij të vërtet. Një krijesë që gjen qetësi vetëm kur jeton sipas funksionit të saj, domethënë që ka vendosur Zoti. Kështu gjen qetësi njeriu. Jam robi i Allahut, ai e di se çfarë do të bëj me mua, kështu që nuk e lodh shumë veten me ata ankthim se po sikur të bëja këtë, po sikur të bëja atë, un jam Zoti vetes, pse nuk e bëra këtë? I heq të gjitha këto, i fshin një herë mirë. S'ke punë me to. Së dyti vëllezër, vim te fjala e dytë. Pra, un jam robi yt, o Zot. Nasiyeti biyedik. Balli im është në dorën tënde. Jeta nuk është rrugë pa drejtues, o vllai im. Asgjë nuk lëvish jashtë vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Çdo kthesë, çdo ndalesë, çdo vonesë dhe çdo goditje ka një Zot që e sheh dhe e lejon. Kur zemra bindet për këtë, ankthi humbet terrenin e tij. Pra kemi një nxitje për t'u mbështetur Allahut të plot pushtetshëm. Pra hapi i dytë, mbështetju Zotit tënd subhanahu wa taala. Kuptoje që balli jot, çdo thot balli jot është në dorën tënde. Pra balli im është në dorën tënde o Zot. Kjo do të thotë që çështjet e mia ti kam lënë ty o Zot. Unë jam i pafuqishëm. Ti çoj drejt zgjidhjes, unë nuk kam pushtet. Kjo do të thotë mbështetje plot tek Allahu subhanahu wa taala. T'ja lësh frerët e çështjeve të tua Allahut xheleshanu. Thot Allahu në Kur'an, duke na treguar fjalët e profetëve të tij, si Nuhu alayhis salam dhe të tjerë. Dëgjoni çfarë thot në surën Hud. Thot Allahu subhanahu wa taala: Inni tawakkaltu ala Allahi, rabbi wa rabbikum. Unë jam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj. Në të gjitha çështjet e mia, unë jam mbështetur Allahut, sepse ai është krijuesi i të gjithëve dhe sunduesi i çdo gjëje. Është Allahu që përkujdeset dhe rregullon çështjet e të gjitha krijesave. Edhe ju nuk dini jashtë sundimit dhe mbretërimit të tij. Pastaj thot: Wa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. E ngjashme me hadithin. Nuk ka asnjë krijesë që ai të mos e ketë në dorë dhe nën sundimin e tij. Edhe njerëzit, edhe mira dhe e keqja, madje edhe ankthi është krijesë e Allahut. Edhe frika, edhe brenga që të godet, ta pushton zemrën, është krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe shkaqet që e shkaktojnë atë, qofshin ata njerëz, mungesë, sprova që gjithë janë caktime të Allahut dhe krijesë e tij. Pra, a del gjë nga krijimi i Allahut subhanahu wa taala? Bindu dhe lerja frerë në dorë Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka asnjë nga gjallësa që dal që mos e ketë në sundim thot Allahu subhanahu wa taala. Asgjë nuk mund të lëviz apo të qëndrojmë në prehje pa lejen e tij. Mësojeni o njerëz se nëse mblidheni të organizoheni të gjithë pa përjashtim për të dëmtuar diçka që Zoti nuk e lejon të ndodhë, kur nuk ka për të ndodhur dhe për të realizuar. Por edhe nëse ai e lejon diçka të tillë që të ndodhë me urtësinë e tij absolute, prap nuk ka asnjë lloj shkaku që të mund ta largojë. Pra bindet robi dhe i le frerët e çështjeve të tij në dorën e kujt? Të Allahut xheleshanu. Kalojmë në pjesën e tretë. Madin fije hukmuk, adlun fije qadauk. Vendimi yt mbi mua është i zbatuar dhe gjykimi yt është i drejtë. Kjo, o vëllezërit e mi, kësaj i thon besim në kaderin e Allahut dhe dorëzim në kaderin e Zotit xheleshanu. Kjo është nga pjesët më të veçanta dhe shumë të rëndësishme të imanit të robit. Besimin në kaderin e Allahut dhe kënaqësia me kaderin e Zotit. Kjo duhet që besimtari kur të mos largohet dhe ta cënojë këtë lloj besimi. Besimi në kader o vëllezër dhe kënaqësia me të përbën një nga shtyllat më të thella të qetësisë së brendshme të besimtarit. Kjo fjalë, vendimi yt mbi mua është i zbatuar dhe gjykimi yt është i drejtë, nuk është thjesht një pohim.
thjesht një fjalë goje, por një akt i vetëdijshëm dorëzimi të zemrës përpara urtësisë së Allahut. Besimtari kupton se çdo ngjarje që e godet, qoftë dhimbje, humbje apo sprova më e rëndë, ka kaluar më përpara përmes dijes, vullnetit dhe drejtësisë së Allahut. Nuk ka gjë që të mos ketë kaluar nga dija e Zotit. Dhe nuk ka gjë që të ketë kaluar pa lejen e Allahut. Është caktuar nga Allahu subhanahu wa taala. Kënaqësia me kaderin nuk do të thotë shuarja e ndjenjës apo mohimi i dhimbjes, se ato do ndodhin në zemrën tonë. Por qetësimi i zemrës përballë saj, sepse robi beson se Allahu nuk gjykon padrejtisht dhe nuk sprovon pa urtësi. Para fakti që pas kësaj ka një urtësi dhe ka një hajër, një të mirë, të bën që të zbutet kjo lloj dhimbje, alhamdulillah jep kuptim edhe dhimbjes. Edhe vështirësisë që po kalon, jep kuptim. Nuk është diçka që shkon kot, pa asnjë lloj vlere. Ka një qëllim dhe ti alhamdulillah fillon zbutja, që në këtë moment zbutja e dhimbjes. Ka një urtësi në atë që ka vendosur Allahu xhaleshan. Ai është më i mëshirshëm. Unë robi ti jam, unë vetëm ata adhuroj. Ishin ato të parat. Atia kam lënë në dorë frerët e punëve të mia. Prandaj alhamdulillah besoj që në kaderin e tij ka urtësi dhe ka mirësi. Kjo kënaqësi e brendshme është burim force, jo dobësie. Ajo që liron njeriu nga ankthi i fjalës po sikur të kisha bërë këtë, të kisha bërë atë, s'ka sikur. Beson në kaderin e Allahut dhe dorëzohu në atë që ka ndodhur dhe merr masat, rregullohet dhe bësh çfarë ke në dorën tënde vëllezërit e mi. Dhe nga lodhja kundërshtimit të kaderit. Nuk lodhet njeriu të kundërshtojë kaderin e Allahut sepse s'ka për dalë askund, edhe nëse rebelohet ose revoltohet. Kjo kënaqësi me kaderin forcohet dhe konkretizohet përmes lutjes dhe përkujtimit të Allahut. Pra nëse ndodh njeriu edhe shikojnë që shkaki i brengës tënde, i vështirësisë tënde është një fatkeqësi, humbje pasurisë, humbje një të afërmi apo perspektiva për të ardhmen, je në fatkeqësi, thua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne të Allahut jemi, tek ai do të kthehemi. Dhe thua atë lutjen tjetër, Allahumma ajirni fi musibati. O Zot, më shpërblet mua në këtë fatkeqësinë time. I ka udhëzuar profeti sallallahu alaihi wasallam të fjalë. Madje edhe vetë Allahu ka thënë në disa ajete në Kur'an, që njeriu ti thotë të fjalë gjatë fatkeqësive, në mënyrë që të marrë shpërblimin dhe të fillojë të përfitojë frytet e kësaj brenge dhe ankthi që ka, që mos dal bosh, e dal pa asnjë lloj fitimi. Pra alhamdulillah fillo me këto lutje. Këto fjali të shkurta, por të thella, nuk janë thjesht shprehje ngushëllimi, por një deklaratë e plot besimi. Ai kujton se pronësia absolute e përket vetëm Allahut dhe çdo humbje në këtë botë është e përkohshme përballë kthimit përfundimtar tek Allahu xhaleshani. Tek Allahu jemi, tek ai do të kthehemi. O Zot, më shpërblen fatkeqësinë time. Më ndihmo dhe jep sevape në këtë ankth dhe dëshpërim që kam. Kur besimtari shqipton këtë fjalë me vetdije, ai nuk e mohon dhimbjen, por ja dorëzon atë Allahut, duke e kthyer fatkeqësinë nga barë shkatëruese në shkak shpërblimi dhe ngritje në grada. Pikërisht për këtë Kurani premton se ata që thonë këtë fjalë në çastin e sprovës do të përfshihen nga mirësi të shumta, mëshira e Allahut dhe udhëzimi i Allahut. Ulaika ala hudan min rabbihim, ulaika humul muflihun. Janë të udhëzuar nga Zoti dhe ata janë të shpëtuarit dhe të fituarit. Plot duart me shpërblime edhe nga këto fatkeqësi që njerëzit nuk përfitojnë prej tyre. Shumica e njerëzve nuk përfitojnë. Pse? Sepse nuk kërkojnë shpërblim nga Allahu. Nuk e shfrytëzojnë ankthin dhe problemet që kanë që të fitojnë sevape tek Zoti. Thjesht zemërohen dhe revoltohen me kaderin e Allahut. Dhe në vend të marrin sevape, zhyten akoma më shumë në gjunahe dhe akoma më shumë shtohet ankthi dhe brenga e tyre. Dhe në fund të vëllezërit e mi, të këtij hadithi vjen pra dhe zgjidhja dhe lutja. Me çfarë lutemi Allahu subhanahu wa taala? Na udhëzon Zoti subhanahu wa taala që t'i lutemi atij dhe të kërkojmë ndërmjetësim dhe afrim përmes emrave dhe cilësive të tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, të lutem me çdo emër që është i yti. Pra, tashmë ne përcaktuam hyrjen edhe problemin. Ka njeriu ankth, problem, pranoj që robi Allahu subhanahu wa taala, ke një detyrë që ta adhurosh Zotin në këtë dunja. Dorëzoja frerët e çështjeve të tua në dorë Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është Zoti yt dhe ai e di më mirë. Kënaqu me kaderin e Zotit dhe pranoje me durim dhe ta dish se pas ti ka shpërblim të madh dhe tashmë fillo dhe drejtoju Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka ndaluar që se ne nuk vetëm se e pranojmë realitetin dhe i besuam gjitha ato që tham pak më sipër. Ne kalojmë tashmë edhe në kërkimin e asaj që duam nga Allahu xhaleshan. Si e kërkojmë zgjidhjen? Ja si na udhëzon profeti sallallahu alaihi wasallam. Të lutem me çdo emër që është i yti. Es'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak, me të cilin ti e ke emërtuar veten tënde. Ose ja ke mësuar ndokujt për krijesave të tua.
ose që e ke zbritur në librin tënd, ose që e ke ruajtur vetëm për veten tënde në fshehtësinë, pra ndijen e fshehtësisë. Në kulmin e kësaj lutjeje, robi nuk mbështetet te veprat e tij dhe as te forca e vet, por bën tawassul me emrat e Allahut. Çdo më thënë tawassul, pra duke trokitur në derën madhështore të Allahut subhanahu wa taala. Tawassulia është kërkimi i afrimit tek Zoti. Nëse dikush kërkon që lutja e tij të pranohet, kërkon një ndërmjetësues që të ndërhyjë, që t'ja pranoj lutjen dikujt ose t'ja përmbush nevojën. Ky është tawassul, kërkimi i afrimit tek Allahu. Nga format më të bukura të tawassulit, të kërkosh ndërmjetësinë tek Zoti përmes emrave të tij. Nëse ke bërë gjunafe dhe gjunafet janë shkaku i brengave të tua, kërkon tawassul te kush? I thua: "O Allah, ti je Ghafurur Rahim. Ti je falsi dhe mëshirëploti. Fali gjunafet e mia." Pra po kërkon afrim tek Zoti me emrin e tij, falës i gjunafeve. Nëse shkaku i brengës tënde është varfëria, vuajtjet e këtij aspekti, thua: "Allahumma anta ar-Razzaq." O Zot, ti je furnizuesi i gjithëve. Ti je i gjithëmëshirshmi, Ar-Rahman, ai që kujdeset për krijesat. Ti je ai që përgjigjet lutjes dhe kujdesesh për krijesat e tua. Ti je Rabbul Alamin, dhe Rabbul Alamin është ai që kujdeset për gjithë botën, edhe për mohuesit, edhe për besimtarët. Ti po kërkon të afrohesh tek Allahu me çfarë? Me emrat e tij të përshtatshëm që ta largojnë atë shkak që sjell atë brengë dhe atë ankth në shpirtin tënd. Nëse është një sëmundje pa kuptueshme, ti thua: "Allahumma anta shafi." O Zot, ti je shëruesi. Nuk ka shërim veç ai shërim që ti e sjell. Shërim që e largon tërësisht sëmundjen. Shëroje këtë zemrën time. Qetësoje shpirtin tim. Largoje këto ankth dhe brenga të mia. Lidhe zemrën time me ty. Kjo është mënyra më e mirë e afrimit tek Allahu xhaleshan. Prandaj, po të shikosh, ka lënë ndonjë emër pa e përmendur këtu në këtë hadith të Allahut subhanahu wa taala. Se emrat e Allahut janë 99 që janë përmendur në Kur'an ose në hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk janë vetëm 99 emrat e Allahut. Pikërisht me këtë hadith. Pse? Sepse thot, me çdo emër që ke quajtur veten tënde. Këto emra që Zoti ka quajtur veten e tij janë 3 lloje. E para, atë që ja ka mësuar ndonjë prej krijesave. E dyta, ato që i ka zbritur Zoti në librin e tij. E treta, ose e ka ruajtur vetëm në dijen e tij të fshehtë, nuk e di askush veç Allahu xhaleshan. Ke lënë gjë emrat e Allahut pa përmendur? Është mënyra më e mirë për të afruar tek Zoti të kërkosh çlirimin nga ankthet e tua. Pra, alhamdulillah, i lutesh Allahut me këto emra dhe cilësitë të tij. Ky tawassul është nga format më të larta dhe më të pastra të afrimit tek Allahu xhaleshan. Sepse robi e kërkon ndihmë duke drejtuar vetë cilësive të përkryer të Zotit. Duke pranuar se ai që e krijoi dhimbjen, vetë Allahu ka krijuar, është krijesë e saj. E krijesa e Allahu xhaleshan është dhimbja dhe sprovat ose shkaqet që shkaktojnë, domethënë, ankthet dhe dëshpërimet. Ai e krijoi dhimbjen dhe e njeh më mirë edhe ilaçin e saj. Lutja e shoqëruar me emrat e Allahut bëhet më afërt për pranimin, sepse ajo ndërtohet mbi njohjen e madhështisë, mëshirës, fuqisë dhe urtësisë së Allahut xhaleshan. Po ashtu, ajo që ndihmon në të tilla raste është dhe meditimi i vazhdueshëm në emrat e Allahut xhaleshan. Pra, në momentin që njeriu ndjen një ankth, një problem, normalisht që njeriu duhet përpiqet ta analizojë veten e tij. Pse e kam këtë ankth? Pse e kam këtë problem? Këtë breng në shpirt, përse nga më vjen? Cili është shkaku? Që ai të kuptojë shkakun fillimisht dhe pastaj le të meditojë në ato emra që lidhen me këtë shkak. Sigur se thash pak më sipër. Nëse njeriu mendon që shkaku i ankthit dhe brengës së tij është kam frikë se mos jam i sëmur në një sëmundje të keqe, edhe do të vdes. Mendoj dhe ktheu pak dhe mediton emrat e Allahut subhanahu wa taala. Që Allahu xhaleshan është i gjithëmëshirshëm, nuk e ngarkon robën më shumë se sa mban. Allahu është i urtë, çdo gjë përcakton me urtësi. Ai është i plot pushtetshëm, asgjë nuk del nga pushteti i tij. Edhe qoftë sëmundja më e keqe që ekziston, Allahu është i plot pushtetshëm për ta shëruar, për ta larguar. Pra, mendo dhe mediton në emrat që janë të përshtatshëm për këtë çështje. Meditimi në këto emra vallahi sjell zgjidhje dhe shërim të këtyre lloj ndjenjash të dhimbshme në shpirtin e njeriu. Pra, një nga mënyrat që na uzon hadithi, edhe meditimi domethënë në emrat e Allahut xhaleshan. Mëshiruesi, i buti, i mjaftueshmi, i urtë, i mbrojtësi. Pra, e ushqen zemrën me siguri dhe shpresë, duke larguar brengën dhe ankthin që lindin nga ndjenja e vetmisë dhe pasigurisë. Nuk ka pasiguri kur je lidhur me Allahun xhaleshan. Nuk ka vetmi kur ti adhuron Allahun xhaleshan. Ti fal namazin, ti agjeron, ti jep sadaka, ti shpeson takimin me Zotin, ti do xhenetin e Allahut xhaleshan. Ti nuk je një rob që është hedhur rrugës dhe s'ka Zot, s'ka ndonjë që kujdese për të. Vallahi ke
më të përshtatshmin, të plot përshtatshmin që kujdeset për ty. Nuk ka vetmi, nuk ka pas siguri për ty. Pra, duke medituar në këtë aspekt, pra në emrat e cilësitë të Allahut dhe duke lutur me to, elhamdulillah, ky është fillimi i zgjidhjes së problemit. Ky hadith vërteton qartë se emrat e Allahut nuk janë të kufizuar në numër të caktuar. Disa prej tyre i ka shpallur, disa prej tyre u ka mësuar krijesave të tij dhe disa i ka ruajtur vetëm për veten e tij, subhanahu azza wa jall. Kjo e rrezon idenë e kufizimit të emrave vetëm në 99, siç rëndom është mes njerëzve. Që këtu o vëllezër e mi vjen kërkesa e drejtë për drejtë dhe një lutje shumë e rëndësishme, pra thelbi i kësaj lutjeje. Gjitha këto që thamë më sipër janë, themi si një lloj paranteze, një hyrje përpara se të bësh lutjen, që përgatit shpirtin e njeriut. Pa u përgatitur zemra e robit me të tilla fjalë që u tha në fillim të kësaj lutjeje, nuk mund të përfitojë plotësisht nga thelbi i lutjes. Elusi Allahun subhanahu wa taala na bëj robër të nështruar ndaj tij. Elusi Allahun të na mbush zemrën me dashurinë për të, me mbështetjen tek ai, me besimin e pastër në tauhid, në Zotin një dhe të vetëm. Vetëm atij t'ja dorëzojmë çështjet tona. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dhe këtu vjen kërkesa më e bukur, më e thellë, më shëruese. Pra, lutemi, i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur, me gjithë emrat e tij, siç u përmend pak më sipër. Për çfarë? An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina. Pra, rabi'a qalbi. Që ta bësh Kur'anin pranverë të zemrës time. Pra të lutem o Zot që ta bësh Kur'anin, fjalën tënde, pranverë të zemrës time. Zemra kur largohet nga fjala e Allahut, thahet o vëllezërit e mi. Shpallja është ushqimi i domosdoshëm shpirtëror. Ai që nuk ka lidhje me librin e Allahut, me Kur'anin, me shpalljen e Zotit, ai do të thahet shpirti i tij. Pra, ashtu si toka pa shi, ashtu edhe zemra, nëse nuk është në kontakt me librin e Allahut, vazhdimisht ajo thahet dhe padyshim që do të gjesh të çara në të. Pa dyshim që do të afrohet vdekja, do t'i vërtitet dhe thatësira asaj zemre. Kurani nuk është vetëm për t'u lexuar thjesht, të kalohet për t'u lexuar për t'u kënduar, dhe as për t'u lexuar shpejt që lexova. Por ai është për t'u jetuar, për t'u mbështetur dhe për t'u mbajtur fort në çastet kur gjithçka tjetër lëkundet. Kurani të ka sjellë Allahu subhanahu wa taala për të qenë mbështetësi yt në jetën e kësaj dynjaje. Në udhëtimin e kësaj dynjaje, udhërfyesi yt, mbështetësi yt, ushqimi i vazhdueshëm dhe melhemi i zemrës është libri i Allahut. Këtë muslimani dhe muslimanat duhet ta fiksojë. Dhe duhet ta kuptojë që vetëm me këtë lidhje, elhamdulillah, ka përgjigjur prehje dhe qetësi. Ai është dritë për krahërorin e errësuar dhe fshirje e heshtur e pikëllimit që nuk di si të largohet. Që ta bësh Kur'anin pranverën e zemrës time. Pranvera ringjall tokën e vdekur. Sjell jetë, freski dhe begati. Ashtu dhe Kur'ani ringjall zemrën e lodhur, largon errësirat e dyshimit, frikës dhe dëshpërimit, dhe ai nuk është vetëm për lexim, shkelë shko, por për të jetuar dhe për t'u mbështetur Allahu subhanahu wa taala përmes mësimeve që merr në të dhe domethënë atyre mesazheve që merr nga Kurani. Kur robi lutet që Allahu ta bëjë Kur'anin pranverën e zemrës. Ai në të vërtetë kërkon që zemra e tij të ushqehet me temat dhe të vërteta themelore që Kurani përcjell dhe mëton. Cilat janë ato tema të domosdoshme që duhet të kalojnë nëpër zemrat tona, që Kurani të fillojë dhe të ndikojë në shpirtin tonë. Dëgjojmë disa aspekte kryesore. Që edhe kur lexojmë Kuranin të meditojmë në to inshallah. Së pari, Kurani e shëron zemrën sepse ai flet për tauhidin dhe çliron njeriu nga frika e krijesave, duke lidhur zemrën vetëm me krijuesin. Nëse lexojmë Kur'an që çdo gjë është në dorë të Allahut, nuk ka fatkeqësi të madhe që nuk hiqet për Allahun. Nuk ka gjë të pararealizueshme për Zotin, pra të edukon tauhidin, besimin në një Zot të vetëm dhe mbështetjen e plotë tek ai. Nëse lexojmë Kur'anin, bindesh dhe ushqehesh për këtë të vërtetë. Ose ndryshe, si do ta ushqesh zemrën me këtë bindje dhe ti mbështetesh Allahun xheleshan. Pra, edhe një herë Kurani e shëron zemrën sepse flet për tauhidin dhe shliron njeriu nga frika e krijesave. S'ka në dorë krijesat. Kurani ta jep këtë mesazh.
Pas çdo sure që lexon, pas çdo ajeti që ti e kalon, e merr këtë mesazh si pa kuptuar. Flet për kaderin dhe urtësinë hyjnore, duke ia mësuar zemrës qetësinë përballë ngjarjeve që nuk i kupton. Pra Kurani na tregon që Allah subhanahu wa taala është ai që përcakton, nuk del asgjë as kaderit e tij. Na jep këtë informacion dhe prezanton njeriu vazhdimisht. Nuk e lën njeriu të harrojë. Dhe e kupton që çdo gjë është në kaderin e Zotit dhe ti gjërat që nuk i kupton, nuk është e rëndësishme të kuptosh të gjitha. Thjesht pranoje që çdo gjë është kaderi i Allahut dhe urtësia e tij elhamdullah është më e mira. Dhe ti je robi i Allahut dhe shpreson hajrin prej tij. Pra Kurani ta jep këtë informacion vazhdimisht. Po se morë këtë informacion e harron njeriu. Nuk është thjesht çështje dije që e merr, por është një ndjenjë që vazhdimisht të shoqëron. Gjithashtu, Kurani flet për ahiretin dhe e bën humbjen e kësaj dynjaje dhe problemet e saj relative. I bën të shkurta, nuk janë humbja e kësaj dynjaje nuk është gjithçka. Edhe nëse ndodh diçka humbja ose diçka kufizim, punë e madhe. Kurani ta mbush mendjen plotësisht duke treguar që jeta e kësaj bote është e shkurtër, nuk ka asnjë vlerë. Jeta e vërtetë është ahireti. Pra duke të folur për ahiretin, duke treguar që ajo është qëllimi i jetës së besimtarit dhe aq më bukur, nëse besimtari mendon që me provat e kësaj dynjaje fiton lartësinë në ahiret, elhamdulillah s'ka humbur gjë nga qëllimi i tij. Është në rrugën e drejtë, edhe nëse po humb në këtë dynjë, elhamdulillah, është në rregull dhe i qetë në shpirtin e tij. Gjithashtu, flet për mëshirën, Kurani flet për mëshirën, faljen dhe derën gjithmonë të hapur të pendimit, duke shpëtuar zemrën nga dëshpërimi dhe vetë akuzimi shkatrues. Ndonjëherë njeriu mendon, un kam bërë krime, kam bërë gjunafe, kam bërë në të shkuarën gjëra që ndoshta Zoti po më ndëshkon tashmë. Të thoshte kështu do ishte gjysmë e të keqes ose gjysmë të mirës të themi, por thot domethënë u mbet shpresën, duke menduar që me që kam bërë të gjunafe s'ka rrugë zgjidhje për mua. Porta e pendimit është e hapur. Kurani gjithmonë thot pendimi është i pranuar tek Allahu xhaleshan. Porta e pendimit është gjithmonë e hapur. Mëshira e Allahut subhanahu wa taala është e pakufishme. Pra nuk ka dëshpërim për njeriu dhe nuk ka domethënë portë të mbyllur për të. Që të mendoj domethënë që u mbyll çështja ime, unë jam i dëshpëruar, s'ka zgjidhje më për mua. Jo. Kurani e mban gjithmonë hapur të portë. Dhe nëse nuk lexon Kur'an, nga do të marrësh informacion ose këtë lloj ndjenje në zemrën tënde vëllezërit e mi. Gjithashtu, Kurani flet për sprovën si rrugë pastrimi dhe ngritjeje, jo si shenjë braktisjeje. Ai rrëfen historitë e profetëve dhe njerëzve të mirë për ta bindur zemrën se dhimbja nuk është fundi i rrugës, por pjesë e saj. Pra ankthet, problemet, shqetësimet dhe sprovat nuk është fundi i gjithçkaje. Jo, ajo është pjesë e rrugës. Thjesht shikoje këtë pjesë të skenarit që ke për ta kaluar dhe elhamdulillah nëse e shikon pamjen e përgjithshme, unë ndodhesi drejt Allahut subhanahu wa taala. Unë pa adhuroj Zotin. Nuk po e la adhurimin ndaj Allahut xhaleshan. Po vazhdoj praktikën e jetës time me gjithë të sprova që kam, elhamdulillah do të kaloj me lenin e Allahut. Se elhamdulillah kjo është thjesht një bashkëpunëtare për një farë pjesë e rrugës. Allahu di se sa në varësi të urtësisë së tij. Pra elhamdulillah nuk është fundi i gjithçkaje. Këtë e merr nëpërmjet Kuranit, duke lexuar historitë e profetëve. Lexoj historinë e Ejubit alayhis salam. Dhe shikon domethënë si e la ndonjëherë adhurimin, ai praktikon ndonjëherë hakun e Zotit xhaleshan. Asnjëherë. Edhe pse zgjati thuaj 18 vjet përsëri vazhdoi të adhuronte Allahun një lloj, me menjohje dhe durim. Gjithashtu, Kurani urdhëron drejtësi, durim dhe falje për të çliruar zemrën nga mëllëfi dhe urrejtra që e rëndojnë. Shpeshherë brenga dhe anktet vijnë edhe nga urrejtja që ke për dikë, nga zemërimi që ke ndaj dikujt. Kurani të sjell një ilaç tjetër, falje. Nëse e fal, dhe fiton shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse ja lën dorë Zotin dëshkimin, leje ta marr Zoti hakun tënd. Pra nuk ke pse të ngarkosh veten me këtë ankth, me këtë problem dhe dëshpërim që ti s'po e shuan dot atë zjarrin e urrejtjes dhe hakmarrjes. Kurani thot, e ka në dorë Zoti subhanahu wa taala. Kur ti e di që nuk mbaron këtë në dynja, por ka dhe ahiretin, dhe di që do ta marrësh hakun tënd në ahiret, edhe nëse se merr në dynja, alhamdulillah qetësohet, ai zjarr që nuk të lë rahat shpirtin, ta mbush me dëshpërim dhe me furi, që nuk shërohet vetëm nëse hakmerresh. Allahu musta'an. Gjithashtu, Kurani udhëzon njeriu drejt dhikrit, lutjes për ta mbajtur zemrën gjallë dhe të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Këto tema dhe shumë të tjera e bën Kurani burim shërimi, sepse ai nuk e trajton vetëm mendjen, por e riformaton zemrën, duke e kthyer atë nga një tokë e thatë në një zemër të gjallë, të freskët dhe të mbushur me shpresë për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot, dhe bëje dritën e krahërorit tim, shuarin e pikëllimit dhe largimin e brengës time. Pra, e ka lidhur ngushtë profeti sallallahu alajhi wasallam me këtë dua, largimin e brengave, pikëllimit, madje dhe zëvendësimin e tyre me çlirim dhe gëzim, e ka lidhur çfarë? Me Kuranin.
Kështu o vëllezërit e mi. Ilaçi që na ka ofruar profeti sallallahu alaihi wasallam është lidhja me librin e Allahut xhaleshano. Ta lexosh me kujdes, të meditosh në të, të jetosh me të dhe ta ndërtosh jetën sipas tij. Kjo është zgjidhja e problemeve të robëve. Kjo është një recetë që është falas. E ka dhënë Zoti subhanahu wa taala, çdo njeri mund ta marrë dhe ta zbatojë në veten e tij. Sigurisht u përmend në hadith pra jo vetëm që i jep largimin e të keqes, por edhe zvendëson vepën të mirën, se thot në hadith, e zvendëson atë me gëzim dhe çlirim. Pra çdo kush që e bën këtë dua, ja zvendëson Zoti subhanahu wa taala ngushtimin dhe brengat e tij ankthet me të kundërtat e tyre. Ngushtimi është zgjerimi i gjoksit. Dëshpërimi është optimizmi. E mbush me optimizëm, me shpresë për hajrin, për të mirën, për rregullimin. Dhe ankthi, frika, e mbush me qetësi dhe prehje me Allahun xhaleshano. Pra ta mbush me gëzim dhe me qetësi Zotit subhanahu wa taala, zemrën nëse e bën të dua duke medituar në të. Prandaj nuk është rasti që sahabët pyetën dhe thanë ata mësojmë të lutje dërguari i Allahut. Dhe u tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ai që e dëgjon duhet ta mësoj. Pra kjo është vërtet një udhëzim i jashtëzakonshëm për atë njerëz që vërtet kërkon zgjidhje për veten e tij. Fatkeqësisht o vëllezër mi për ta mbyllur, sot njerëzit kur vijnë përballë të tilla shtrëngimesh të forta, që quhen stres, ankth, mingarkesë shpirtërore ose psikologjike, kërkojnë zgjidhje të tipit të shpejtë. Na të jap sa të duash dhe kërcit i gishtat që ti unë të ndryshoj dhe të largohet ky problem që kam. Po ja që s'është puna. Zgjidhja është nëse do që të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala, nëse do zgjidhje, medito në këtë hadith dhe shko hap pas hapi me atë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allahun xhaleshanu ta bëj Kur'anin rabi'a qulubina, pranver të zemrave tona, wa nura sudurina, dhe dritë të zemrave tona, wa dhahaba humumina wa humumina, dhe largim të brengave, anktheve dhe dëshpërimeve tona. Dhe ta mbush zemrat tona me optimizëm, me zgjerim, me qetësi. Kemi Allahun subhanahu wa taala krijuesin ton. Atij jemi mbështetur. Tek ai e kemi shpresën. Dhe nuk dëshpërohet ai që ka shpresën lidhur me Zotin xhaleshano. Së fundi vëllezër, mi çoni salavat e profetit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.